Jam Ilir Dizdari, inxhinier elektrik, banori i qytetit Shiagut. Unë nuk do merrem me diskutimet u bë mirë apo nuk u bë mirë reforma territoriale 2014-s, se nëse është bërë keq diku i ka dhënë rezultatet e veta dhe nëse është bërë mirë diku i ka dhënë rezultatet e veta. Nuk do merrem as me kritika dhe me ide të mëdha se si mund të bëhet dhe si mund ndryshohen parimet, po do merrem shumë teknikisht edhe për shkak të profesionit, me tre element themelor, me cilat i prekën dy bashkëkryetarët, e cila ishte kohezioni social, ndarja administrative dhe e treta që dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen, është rezultati i këtyre bashkive aktuale. Atëherë, po ndalim dhe po flas vetëm për Shiagun. Nuk po zgjerohem më tepër, meqenëse se këtu folën gjithë to profesuesit e zonave përreth Durrësit. E para ne duhet të mësojmë nga historia. Dhe historia na ka mësuar që në këto mirëvjeçare të fundit, Durrësi dhe zonat përreth, sepse Durrësi ka qenë epiqendra, ka pas mënyrën e vet organizative. Nuk po shkoi para erës re kur anë tërmetet dhe si u rindërtu qyteti i Durrësit disa herë nga zonat përreth, por duhet të theksoj që zonat përreth duhet të kenë rëndësinë e vet. Të ndalojmë ke kohezioni social. Ku e ndjen veten zonat se janë të përfshira dhe ku u gabu sipas meje në 2014. U bashku një grup specialistësh dhe vendosën vizoren se si do ta ndajnë një zonë të caktuar. Nuk pati dëgjesa apo nuk pati një referendum lokal. Në qoftë se një njeri e ndjen veten që është shiaks, më falni se po e kaloj në këtë drejtim. Përse duhet ta kalojmë në Vorë apo në Durrës? Pra, unë propozoj që të ketë një format të një referendumi ku njerëzit, mund të jetë online apo diçka tjetër, të shprehen se ku e ndjen veten mirë dhe ku shërbehen. Sepse gjithë ekspertët që flasin nga poltroni, nuk flasin nga realiteti. Në qoftë se ne nisemi sot, ata zotrit që nisëm nga Ishmi apo nga vende tjera, ku e marrin sot shërbimin e OSHE-s, shërbimin e ujësjellësit? Ku paraqiten për herë të parë? Paraqiten në Spitalin Rajonal Durrësit apo vinë në ato qendrën shëndetësore të Shiagut, e cila vit pas viti është krasit? Po pse është krasit ajo? Është krasit sepse Shiagu ka humb atë fuqi që ka pas, duke i marrë territore që nuk duhen. I është dhënë Marika, në qoftë se shkojmë në Marika për shembull, ose në Vorë, në Picar, në Muçaj, tu themi atyre zotrive atje, ore, çaj nini veten ju, Durrësak apo Tironca, do thonë nin veten Shiaksa. Më falni se po e kaloj kështu, ë. Tjetra, ke kohezioni social flasim dhe për një çështje tjetër. Kemi një prezencë të një minoriteti apo të një komsie, janë bosnjakët e ardhur në 1845 në prurja e parë dhe më vonë grupet e tjera që kanë formsuar identitetin e qytetit. Durrësi në mënyrë të padrejtë i ka marrë zonës sipër Sukse sipër, ku banojnë dhe një pjesë e bosnjakëve, atyre nuk u ofrohet asnjë shërbim. Ndërkohë që Bashkia e Shiakut, mirë apo keq, po jep mundësinë atyre të mësojnë gjuhën e tyre. Dhe ne duhet kujdesemi për këtë sepse janë pakicë kombëtare. Pra, unë mendoj që ke ndarje administrative, propozoj konkretisht, referendumin lokal si formë, e para. E dyta, propozoj që konkretisht për Shiagu, nuk po merrem me Durrësin se Durrësi ka hallet e veta, edhe zonat e tjera kanë hallet e veta. Propozoj që Shiagu, po përdor një shprehje që kanë përdor patriotët shqiptar, të shkojë ke Shiagu natyral. Dhe kush ka qenë Shiagu natyral, e din dhe e njohin gjithë. Ju falenderit.